Një moment afrimi dhe pajtimi në Big Brother Kosova. Alba përqafon 2 djemtë të shtëpisë pas një bisede të sinqertë në shtëpinë e Big Brother Kosova, ku shpesh mbizotërojnë debatet, keqkuptimet dhe tensionet e forta emocionale. Ka edhe momente që tregojnë një anë tjetër të banorëve, atë njerëzore, të butë dhe të sinqertë. Një nga këto momente ndodhi kur Alba, pas një bisede të gjatë dhe të ngrohtë, u afrua me 2 djemtë të shtëpisë, duke krijuar një atmosferë pajtimi dhe afërsie që u ndje nga të gjithë. Biseda nisi qetë, pa zëra të ngritur dhe pa akuza. Ishte një dialog i hapur, ku secili shprehu ndjenjat, keqkuptimet dhe mendimet e veta. Alba foli me sinqeritet për mënyrën si i ka përjetuar situatat në shtëpi, për presionin emocional dhe për faktin se ndonjëherë fjalët keq interpretohen më lehtë se sa synimi i vërtetë. 2 djemtë, nga ana e tyre, dëgjuan me vëmendje dhe pranuan se edhe ata kanë pasur momente dyshimi dhe reagime të nxituara. Pas kësaj bisede të ngrohtë, tensioni që kishte ekzistuar mes tyre u zbe dukshëm. Alba u afrua dhe i përqafoi të dy njëkohësisht, në një gest që nuk kishte nevojë për fjalë. Përqafimi ishte i fortë, i sinqertë dhe plot kuptim, një shenjë se pavarësisht dallimeve dhe përplasjeve, respekti dhe mirëkuptimi mund të mbizotërojnë. Ata u shtrënguan bashkë, duke treguar se në atë moment kishin zgjedhur paqen dhe afrimin. Në një çast emocional, përqafimi u shoqërua edhe me puthje miqësore, si shenjë pajtimi dhe afërsie njerëzore. Nuk ishte një moment provokues, por një gjest i pastër që tregonte se marrëdhëniet brenda shtëpisë mund të kalojnë nga konfliktet në harmoni. Banorët e tjerë i shikonin me buzëqeshje, ndërsa atmosfera në shtëpi u mbush me një ndjenjë qetësie dhe pozitiviteti. Ky moment u interpretua nga publiku si një nga ato skena që i japin kuptim Big Brother Kosovas. Ai tregoi se loja nuk është vetëm strategji, aleanca dhe përplasje, por edhe emocione reale, reflektim dhe aftësi për të falur. Alba, me këtë veprim, tregoi: